Situata e javëve të fundit në parlament me debate dhe akuza nga opozita për cënim të lirisë për të folur dhe zgjesim të shprehjes së pakicës ka prodhuar një takim mes të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane Nancy Van Horn dhe dy kryetarët e grupeve parlamentare Taulant Balla dhe Gazmend Bardhi. Nga komenti i publikuar nga selia diplomatike e Washingtonit në Tiranë, kuptohet qartësisht kërkesa për të dyja palët, respektimi i fjalës në kuvendin e Shqipërisë. E ngarkuara me punë Nancy Van Horn zhvilloi sot diskutime frytëdhënëse me kryetarët e grupeve parlamentare, duke i angazhuar ata në planet e tyre për të përmbushur pritshmëritë e popullit të shqiptar. Ajo theksoi se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtyllat e institucioneve të forta politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara pret të bashkëpunojë me përfaqësues nga i gjithë spektri politik për t'i bërë vendet tona më të sigurta dhe më të begata, deklaroi ambasada amerikane në Tiranë. Taulant Balla thotë se në qendër të bisedës ishte dialogu dhe agjenda legjislative e kuvendit, në kuadër të formave shumë planëshe ku prioritetet thelbësore sfikasin përmbushja e detyrimeve të Shqipërisë në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati. Gjatë takimit, thot Taulant Balla, diskutuam edhe për zgjerimin e bashkëpunimit mes kuvendit të Shqipërisë dhe Kongresit, si dhe mbi idenë e një memorandumi bashkëpunimi mes dy institucioneve ligjvënëse. Pas këtij takimi reagoi numri 1 i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi. Sot, gjatë takimit me të ngarkuarën me punë në ambasadën e SBA, Nancy Van Horn, ndava qëndrimin ton mbi luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe regresin shqetësues të Shqipërisë në raport me standardet demokratike. Për fat të keq, gjatë këtyre 12 viteve, Shqipëria është drejtuar nga një qeveri partenere e krimit të organizuar dhe karteleve të drogës, shprehet Gazmend Bardhi.